kite e bashkëpunime. Rrugtimi i kushtrimit në muzikë në hapa të sigurt. Po vrej që në studio e kemi një panel ekskluziv. Adnoni qa. Bajgore. Afia, ama më zaj. Bofte. Nuk këtë amër, që kjo amër si do shtisa rryme se ka një halat atë në mrena, po zdi që shithujnë që të diçka me bofte. Okej, mund është më më thirë edhe fat. Fat? Edhe fat. Jo fati. O, vëllë, që shtirë të tja për tjetër të bukur, që në stanin. Faleminderit. Nuk e dim qa po ndodh, ende pa fillu mirë, Adnan. Bloka i motër, nuk po më thoni bloku. Bloka jenë një stog, i kom kusheri. Unë jem bloku në Podujev, ka dhe blakqori. Jo, thirëm edhe njëherë se shpisëm bërtasin, valoj s'mu. Me aj nuk i qefa? Ja, po se kosë është. Shtërëm në blokët vetë se shpisa në Hajde ta bojmë që shduhet. O, dhe hajde edhe herë. S'ka kuptim, përne me. Hajde regjia, tja bojmë atmosferë dhe me muzik tja bojmë qefin, se kena për herë të po në studio. Hajde hec. A mujme dhe shumë plaka Në studio, Adnan Blaku. Adnan Plakaj. I njohur për rolet humoristike, aftësim për të ndryshuar dhe karakterin e Sofis. Kameleon në sken dhe shumë i dashur për publikun. Përmbushu. Dërem, a i ki faje ti për këtë panel? Se di që shkena me mrimi menagjusët tu e pas parasysh që jemi në episodin e fundit të Elite Way. Qa dojme Rëndësishme busat? mu mos me ma bo në ziraj, se për këta tjerë në konë edhe me aj. Gjakovarit, aj, s'parmër qysh. Që ta e kanë këta, se tani dolim për Gjakove këta, se tja shtesh ojnë. Pjesi kur i dëgjoj që është emisioni i fundit, bishtë ta na pas kanë thirë neve me dhonë fund krejt. Se zonë dhënë të s'ko. Ta është kanë në ronë musafir. Ta kanë thirë neve me lonë omël për... Ju ose keni me na qunë sezonën e dytë, ose me na fundos. Ose po më do këtë që e dytë. Hajde, inshallah. Sidomos kur pjesë e panelit është edhe shota që edhe më herët kur kemi qenë, e kemi ftu në emision, unë mërshim vesh shot sot me qëtësi. Po, ju marrë shumë e qëtë sot vesh kur filloj ke, nuk e di. Unë shotën e kom shoqe që 20 vite, edhe kom bo shumë intervista, kom pas shumë eksperienca dhe normal që në gjitha paraqitjet tonat për bashkëta televizive, unë kom dosh që me shotën me qenë sinkron edhe me reflektu që ato që edhe kemi një jetën e përdiqme, një mitësi të mirë. Por në momentin që unë edhe shota jemi në një studio, nuk e di që ka ndodhë, po na imi zi e tërë, kështu që... Shiko, po, unë e menoj që në çdo intervistë që je, unë gjithmonë, unë njihem si femën që e thamë ato që e menoj. Nështë ajo gjithmonë është e mirë, kjo ka njëherë të penalizon. A e thunë do njëherë edhe ato që se menon? Për shamull, kur e meriton, dikush ja thamë, po, unë nuk di me lu viktimin, unë nuk jam gjëna dhe kështu që njerëz jo gjithmonë të shojnë me sy të mirë, ka njerë kur ja thushin sy njerëzve, mos menoj që krejt e presin mirë, shumica të shojnë, kështu që unë e presë dhe më lavdua dhe më shojt, me ty që ato që kemi pas, unë e kom respekt dhe s'kemi atër mbetje, s'kemi pas realisht asë njëherë. Ato kanë qenë show, tash jemi, tash dhjetë që ato... Edhe pse aty për aty s'kanë qenë bashkë për show, po... Aty për aty unë jem vëzë bolve që shakupojnë. Po, jemi mirë, tash jemi mirë. Po shkojmë me deklaratat e para, ta shohim se prej kujt na vjen deklarata e parë që ta komentojmë së bashku, Shota Baraliu pikërisht. Nuk jam kundër lidhjes, por për keq më mirë ri vetë. Feks, unë jo vetëm deklaratën këtu, po në çdo ditë e thamë, se më thuj njerë, qërë ti me tonat mirat e kënë drejsh jetën, pse nuk jemi një lidhje. Me të thonë drejtën kove të fundit, unë e qka pi shaf, ose qka po më ofrohen, nuk pi avlen besam. Ose po më vinë gjithet e gabume. Dish po me ndonë qka po të ofrohen? Qa po më ofrohen, do me thonë njerë që po më vinë ofër, nuk po javlen, do me thonë... Mund është me pas në i meny tonën që me